pati një reagim me gaz lotësjellës, po ishin vetëm ato topat e ujit që u hodhën ndaj protestuesve, dhe kjo quhet një moderim i sjelljes taktike të policisë, dhe mbas kësaj me njëherë turma nuk është se reagoi ose kundërshtoi në mënyrë agresive, por u zhvendos në drejtim të kuvendit. Në drejtim të kuvendit ku ndodhi një ngjarje papëlqyeshme që s'ka ndodhur asnjëherë në këto 35 vite, që për të çarë kordonin e policisë dhe për të hyrë në kuvend, ose më mirë për të afruar pranë godinës së kuvendit, u hodhën në këmbët e policëve eksploziv artizanal. Eksploziv artizanal? Duhet ta heqim, atëre, duhet ta heqim. I referoni Molotovëve? Duhet ta heqim termin Molotov. Molotova, nuk janë Molotov? Ajo nuk është një Molotov klasik, sendet që janë përdorur. Molotovi klasik është një shpigje finlandeze, një shishe qelçi me benzinë dhe me një beze, me këto astarë. Kurse ne pam që ishën të lidhura me fishek zjarr. Beze ndizet, shpërthen, thyet shishja e xhamit dhe ajo benzinë mund të djegë një sipërfaqe të caktuar, varet nga madhësia e shishës. Këto janë në familjen e eksploziv, që do të thotë që ajo shishe plastike me atë natribantin lidh një, mund të them një fishek zjarre, por shpërthimin, fuqinë e shpërthimit, ajo e ka nivelin e eksplozivit. Dhe bën një diametër shumë të madh të përhapjes së flakës, por ka dhe valë godice. Vala godice e cila çon këto shnarper, çon këto copat, që një polici është futur 10 cm brenda në këmbë dhe duhet të operohet. Pra, unë do ta konsideroja. Zoti Berisha ata nuk ka patur asnjë ngërvishtje. Pra, unë nuk do ta konsideroja këtë më një molotov, për ta heqim nga fjalori. Kjo është një bombë artizanale e intensitetit të moderuar. Pra, nga i moment rrezik për jetën apo ka rrezik për jetën dhe për shëndetin. Po domosdo, se morin këmbë, po mund të marrin kokë. Nëse po të morin kokë, siç ta ndodhi me një efektive policie, nëse ti e kap ose i afro. Policia në 2019 që u kputën gishtat. Goditja mund të verbojë, mund të çajë, mund të ketë plagosje, deri plagosje të rënda deri humbjen e jetës persone. Tani, çfarë ndodhi? Mbas hedhjes së këtyre bombave artizanale, atëherë policia filloi me përshkallëzimin e të gjithë veprimeve të saj dhe u shfaq më agresive. Se këtë doja të pyesja. Pra, sjellja e policisë e radhe ishte më, themi, mund të quhet më agresive, më decisive, pra ishte më e moderuar dhe në një vetë kontroll të plotë të disiplinuar.